Jemi ende në hapat e parë pikë planit do të ketë vizita vajte ardhje të zyrtarëve në Washington dhe në Rusi. Do të shojnë gjatë ditëve në vazhdim nëse mund të ketë brenda aktiviti në një... Po, edhe për para festave të Krishtlindjes ose të fund vitit... Kështu që do të shojnë. Po. Mirë, kalojmë në një çështje tjetër. Po, patjetër. Vëmendja e Donald Trump është e fokusuar edhe në Venezuelë. Patjetër. Ka patur një dislokim të mira forcave në Karaibe, kështu që çfarë kërkon Donald Trump nga Venezuela, çfarë mund të arrijë me Maduron? Zyrtarisht, Bruna, dhe formalisht Trumpi ka atë që quajnë military build-up, e huge, që thonë ata shumë të madhe, impostimin e madh ushtarak, sidomos edhe në Trinity and Tobago, që është vetëm pak kilometra nga brigjet venezueliane, ku është akostuar dhe aeroplanmbajtja më e madhe, që është Gerald Ford. Trumpi po zhvillon një luftë kundër karteleve të drogës. Edhe formalisht dhe zyrtarisht administrata Trump ka shënjestruar Maduron si sponsorizuesi karteleve. Në fakt, Venezuela ka një rol kryesor të tranzitit të drograve që në drejtim të Floridës. E dyta, dhe këto përdoren kur regjimet janë vështirësi për të zgjatur jetën e regjimit pasi sanksionet e administratës Obama. Trump, Biden e kanë dobësuar ekonominë e Venezuelës dhe 70% e popullsisë has vështirësi dhe është ndërtuar një lloj mini oligarkie ndryshe. Shqipëria po dhe këtu ka probleme të thella. Nuk janë vetë është nga kjo qeverisje, po dhe qeverisjet e problemet endemike të tranzicionit, të keq qeverisjes popullit shqiptar. Dhe Trumpi kërkon luftën kundër karteleve drogës, epicendra, burimi kryesor është Venezuela. Por në fakt, kjo krizë, po e quajmë, ka një kontekst geostrategjik, pasi ne i referohemi doktrinës Monroe, që Shtetet Bashkuara e kanë quajtur si backyard, pra kopshti pasëm Amerikën qendrore, Amerikën latine, dhe nuk do të kanë lejuar ose do të lejonin fuqi të tjera të interferonin, se pasi gradualisht dhe strategjikisht do të rrezikonin pozitat e Amerikës, dhe kështu kërkon nëpërmjet këtij motivacioni, që janë lufta kundër kartele, në një moment caktuar mund të ketë edhe një zbarkim ushtarak për përmbysjen e Maduros nga pushteti, që nënkupton këputjet e lidhjeve ndërmjet Maduros, Kinës, Moskës dhe Iranit. Dhe këtu vim në një pikë tjetër diplomacisë botërore dhe amerikane, që është natyra jo simetrike. Në vende ku ata kanë interesa të qarta jetike, nuk ngurojnë që të ndryjnë administrata Trump duke i rëndesh, po duke goditur dhe interesat e fuqive të tjera. Pra, kjo është në planin strategjik dhe kjo ishte dyta dhe treta është pasi është ndërtuar një si blok ndërmjet Maduros, dhe këtu është sekretari i shtetit Marco Rubio dhe Steve Miller, një ndër këshilltarët e Donald Trumpit, që janë dhe partizanët e ndërhyrjes ushtarake në Venezuela, është krijuar një lloj bindje në Washington që Venezuela përkra edhe Kubën, edhe Nicaraguan. Pra, një formë, një lloj socializmi korruptiv ose populist që mund promovohet në Amerikën Latine. Pra, janë arsyet e luftës kundër drogës, të kombinuara me ato strategjike dhe të një natyre ideologjike. Megjithatë nuk përjashtohet dhe opsioni negociatave, që Maduro të hynë në negociata. Po, Maduro i ka propozuar nisur nga ajo një faset merkantiliste e politikës së jashtme, transaksionale Trumpit, i ka propozuar vendosjen në posesionin e amerikanëve të pasurive të hidrokarbureve, nën toksore, por ka pas një vëllim tregtie jo të paktë ndërmjet Amerikës dhe Venezuelës. Por synimi i administratës Trump është largimi nga pushteti i Maduros dhe motivacioni, se kështu ka ndërhyrë edhe në... Pra, Trump nuk interesoj negociatat, kërkon largimin e Maduros. Jo, negociata, po që të kenë finalitet largimin e Maduros, dhe këtu është dhe arsyeja strategjike dhe pjesërisht ideologjike. Në disa rajone të botës ne shikojmë një Trump që ka një qëndrim struktural dhe sistematik për interesat amerikanë. Në rastin e Ukrainës, gelet për të parë kur të zbardhen në mënyrë transparente 28 pikat e planit. Por dhe kështu ka disa vende caktuara kur Amerika nuk do të dëshironte, këtu e lidhi me vendin tonë,
që të kishte një praniruse, dhe këtu është edhe fati i mirë i Shqipërisë dhe i hapësirës shqiptare. Në Evropën juglindore ata nuk dëshirojnë të ketë një praniruse, këtu rreziku i madh është nga vesi endemik ose spirale vesit që ka vazhduar nga mezi i viteve 90 dhe nuk pushon deri në ditët tona, i cili reciklon një dobësi, nuk ka organigram funksionale institucionale dhe mbrihet deri në shpopullim të vendit, dhe kjo është tragjike. Por kjo është një ogur i mirë për çështjen shqiptare, dhe unë doja ta përfundoja gjithmonë me vendin tonë dhe me atë që ne na intereson më shumë nga zhvillimet globale, që është çështja shqiptare. Falenderoj shumë Dritan, gjithmonë kënaqësi. Dhe këtu kemi ardhur në fund të A2 Puls për sot, për të tëra